Skema e Final Four në kampionatin shqiptar të futbollit vjen të prodhoi diskutimin në ambientin sportiv. I pyetur sa do vijë kjo skemë edhe për sezonin e ardhshëm, presidenti i FSHF Armand Duka u shpreh nga Shkodra se skema ndihmon vllaznin për të shpallur kampion. Sipas Dukës, asnjë skemë në kampionat nuk i plotson të gjitha, por nuk ka ndikuar numrin e tifozëve. Kreu i FSHF-s tha se duhen pa rezultatet, nëse do të vijojë edhe vitin tjetër. Pse nuk thosh që është, se nëse do jemi në klasifikimin që është sot, vllaznia nuk do ishte kampion, kurse në Final Four ka një shans më shumë për të qenë kampion. Kështu që ty duhet të interesoj vllaznia. Asnjë skem loje, domethënë kemi thënë disa herë, asnjë skem loje nuk është, asnjë skem kampionat nuk është ideale, nuk i plotson të gjitha. Ne kemi një kampionat me 10 skuadra me 4 faza, vajtja ardhje me një numër të konsiderueshëm neshjesh për të krijuar një produkt më shumë apo më shumë interes apo qoftë edhe një emocion më shumë. Kemi dhe Final Fourin. Dhe ka më shumë aktivitet sportiv dhe nuk besoj se ka në të keqe. Por, për gjatë garës së 4 fazave, ka idea që mund ndikoj negativisht në numrin e spektatorëve apo jo, unë nuk ndaj njëjtin mendim, megjithatë duhet presim dhe të shohim rezultatet e këtij viti. Të vijojë edhe vitin tjetër? Duhet të shohim për rezultatet. Deklaratat erdhen pas mbledhjes së zhvilluar nga Asambleja e Përgjithshme e Shoqatës Rënal të Futbollit Shkodër.